Speranca TV Paraqet. Mirëmbrëma. Unë jam 25 vjeç, I martuar para 3 vitesh. Jo se nxitova, por kështu erdhi jeta. Punën e kisha të qëndrueshme, gruan e mirë dhe bashk vendosëm të blejmë një shtëpi në një lagje të re. Aty ku gjithçka ishte ende në ndërtim. Rrugët ishin me zhavor. Gardhet ishin akoma të pangjyrosura dhe fqinjet akoma nuk njiheshin mirë mes njëri tjetrit. Shtëpia jon ishte e vogël, por e jona, dhe në anën tjetër të oborrit banonte një çift I moshuar. Ishin njerëz të qetë, të mbyllur që nuk përziheshin shumë me të tjerët. Gruaja ishte 61 vjeçe, e rregullt, e gjithmonë e veshur si një zonjë. Pak me duar të vrazhda, nga puna që bënte në kopshtin e saj, dhe ishte një grua që të shikonte me buzëqeshje pa u shmangur. Gruaja ime e vuri re e para. Më tha, shko e përshëndeti. Janë komshinj të mirë. Mirë është që të njiheni. Dhe kështu filloi gjithçka o miqtë mi. Me një përshëndetje të thjesht dhe një ditë shkova që të pi një lëng frutash shpejt e shpejt në këmbë. Doja vetëm sa t'i njihja. Ajo jetonte me burrin e saj pensionist. Ai ishte njëri I heshtur, që flinte herët dhe zgjohej shumë herët, ndërsa djalin e kishin në Itali, e kishin të martuar dhe rrallë vinte tek ta. E shtëpia u dukej bosh edhe pse ishin të dy së bashku. Me kalimin e ditëve, fillova të shkoja më shpesh atje. Herë për ndonjë muhabet, e herë për ndonjë punë të vogël. Dhe gruas sime I thoja që ajo më kujtonte gjyshen time në fshat. Mënyra se si fliste e si qeshte pak, si e shihte botën, dhe gruaja nuk dyshonte për asgjë. Madje më thoshte, shko rri tek ajo, sepse ja heq mërzin. Ndihmoje pak në përobor që mos të lodhet, sepse është 61 vjeçe. Komshia kishte një kopësht të vogël, të mbjellur me domate, qep, speca e zarzavate të thjeshta, dhe unë ndihmoja që ti prashiste, e ti ujiste, e madje edhe ti lidhte, dhe ndërsa punonim, flisnim për gjëra të zakonshme. Flisnim për jetën e saj, për kohët e vjetra që më tregonte ajo, për rinin që I ikte pa e kuptuar, dhe më thoshte, shfrytëzo çdo gjë sa je I ri, sepse kur të plakej, gjërat ndryshojnë shumë. Ajo në kohën e lirë rinte e ulur në verandë dhe thurte çorape me lesh deleje. Duart I lëviznin shpejt, sikur e njihnin punën pa menduar. Dhe një ditë I bëri dhurat një palë çorape gruas sime, duke I thënë, merri, sepse janë të ngrohta. Dimri këtu është I ashpër. Dhe gruaja ime u gëzua shumë, e falenderoj dhe më tha, shi sa njeri I mirë që është, mos I lër vetëm, por shko më shpesh. Kjo ma lehtësoi rrugën, sepse askush nuk dyshonte, gjithçka dukej normale. Ishte një ndihmë mes komshinjesh, vetëm muhabet, në kopësht, çorape e asgjë më shumë.
por unë nuk shkoja vetëm për kopshtin. Në fillim, ishte thjesht kuriozitet për një grua 61 vjeçe. Si mendon ajo? Si e sheh një djalë 25 vjeçar si unë? Dhe me kalimin e kohës e kuptova se edhe ajo nuk e shihte pranin time si të zakonshme. Ajo nuk ma thonte troç, por mënyra si me fliste dhe si me busjeshte me bënte me dije që ajo mendonte ndryshe. Burri i saj pensionist filloi të vërente diçka, jo shumë qartë, por mjaftueshëm sa të më thoshte ndonjëherë me gjysmë zëri. Po vjen shpesh tek ne, mos i lër punët e tua pa i bërë për ne. E thoshte si shaka, por syt nuk i qeshnin. Megjithatë, ai flinte herët, gjithmonë rreth orës 8 të darkës, dhe shtëpia binte në qetësi, ndërsa unë dhe ajo rrinim ulur deri vonë, deri nga ora 11 duke pirë çaj, duke folur për gjëra që nuk i ndanim me askën tjetër. Ajo nuk fliste për dashuri, e as për gjërat e ndaluara, e as unë, nuk kishte premtime e as ëndra, por flisnim për jetën dhe përvojën e saj, se të dy po kërkonim diçka që nuk e kishim provuar me parë, e secili për arsyet e veta. Gruaja ime nuk dyshonte fare, madje më thoshte, shko rri pak te komshia se nuk ka me këtë flas, sepse burri i saj fle herët. Dhe unë shkoja me ndërgjegje të qetë, sepse askush nuk e mendonte atë që po piqej ngadalë. Një mbrëmje, pas një dite të gjatë punën në kopësht, ajo u ul, e la thurjen me njanë dhe me pa ndryshe, jo si komshi, as si ndihmës, por si diçka tjetër, dhe më tha se kishte menduar gjatë për këtë që po ndodhte mes nesh, pa e emërtuar, e as pa e zbukuruar. Më tha, kam menduar të falenderoj për gjithë shka që ke bërë, për kohën që ke shpenzuar, e për fjalët që më ke larguar mërzin, e sidomos për pranin tënde. Dua të falenderoj në një mënyrë që nuk e di nëse të pëlqen apo jo, sepse nuk është gjë që bëhet shpesh, e as që thuhet me zë të lartë. Më tha komshia 61 vjeçe. Atë natë, unë shkova si zakonisht, dhe kur burri i saj shkoi të flinte, ajo më tha, si falenderim, dua të mësoj si thuren çorapet nga leshi i deleve. Ti tha vetëm qëndro në divan, sepse filloj unë që të thurë, ndërsa ti vetëm shiko. Komshia ime, 61 vjeçe, filloi të thurte ngadalë, por pastaj fillova edhe unë të thurja. Ishte më ndryshe nga sa mendoja, sepse nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.